Kështu lindi gjysmë në luftëtare, me stepave të Anadoli dhe mureve të Nikas. Perandoria bizantine e vjetëre e ndarë, dorëzonte kështjella nga uria, ari dhe frika. Se pari morën bursën, pastaj Nikan, pastaj Niko me d'importën e Europës. Ushtrit e tyres ishin si tona, por një re kuri dhe disipline. Kalorësia e letë si pahit të shpejt, si shkret tira që i lindi. Harktar mbi kuaj të heshtur të sak që godisnin para se të shieshin. Dhe në qendër zemraj sultanit jeni, sherët bite as kujt. Rritur në bes dhe bindje frymi të krishter kthyer në stuj. Ishin 10.000 e pastaj 20.000 dhe shdo vit një lumar mësh. Shpatat lakuara kuaj të zinin e daue që dridhnin tokë. Në vitin 1354 Gallipoli, kuri par turk në Evropë, prej andeni si marshimi e kuri dhe i hën. Në 1371 Adrianopoli u bë kry qyteti i sultanit. Në 1371 në lumin Marica, 30.000 sarbu përpingan ata, që nga ajo dit Bizantis kish më ushtri, veç mureve dhe lutjeve të haruara. Konstantinopoja qëndronte ende, por tash më rrethuar nga vasal dhe hije. Provincia tu përkullën një nga një Trakia, Macedonia të Salia deri në Epire, në portat e Arbëris. Në 1385 i arriti deri në veriun e Shqipëris. Balsha i dytë blodhi kalorësit e vetë, thiri vendet ka si të lutë shenjtorve, por gjysmona tash më ndrison të mbi Savër. Në fushën e Beratit djeli ra dhe me të ëndra e zotërinve të Arbëris. Savra ishte gjaku dhe oguri, kënga e pare luftës që do të vinë. Aty mbaroi Bizanti në Ballkan, jo nga rënia e mureve, por nga dorëzimi i popujve të lirë. Dhe përpara zjarit të Savrës, Arbëria e kuptoi se së shpejti lufta do të vinte edhe për të ishte viti 1385. Lindja kishte pushtuar natën dhe mbi malet e Shqipëris gjitej nga dal hija e gjysmë